Përdorte fshehurazi celularin, vajza dhunohet me shkelma grushta dhe shkop nga prindrit. Goditën vajzën e tyre 17 vjeçare me shuplak, grushta dhe shkop për shkak se dyshonin se kishte përdorur një telefon celular të huazuar nga një shok klase. Një çift prindrish akuzohen për keq trajtim për incidente që datojnë nga viti 2026, për cilat prokuroria publike Alesia Rosati tani kërkon 4 vjet e 4 muaj burg për të dy. Çështja që aktualisht po diskutohet në gjykatën e Cuneo dhe që përfshin një familje me origjinë indiane u rindërtua nga gazeta La Stampa. Shërbimet sociale u aktivizuan menjëherë dhe zyra e prokurorit u njoftua, sipas asaj që doli më vonë dhe u mbështet nga prokuroria. Ky nuk ishte një incident izoluar. Në vitin 2024 vajza i tregoi një mësuesi se babai i saj kishte goditur me shuplak në fytyrë dhe me një shkop duke zbuluar mavjosje në krah. 17 vjeçaria thuhet se gjithmonë nënshtrohej rregullave shumë të repta dhe monitorimi të vazhdueshëm shpesh i moheshin daljet dhe ishte rrahur edhe në raste të tjera. Frika e vajzës ishte se duhet të shkonte në Indi për të kryer një martesë të rregulluar përpara se të mbaronte studimet. E mitura u vendos në një komunitet të mbrojtur pavarësisht lidhjes së fortë emocionale midis asaj dhe familjes. Sipas mbrojtjes së prindërve, babai reagoi në mënyrë sepse besonte se vajza e tij mund të kishte vjedhur telefonin ose se kishte diçka të bërë gabim. Për më tepër nuk dolën prova konkrete të martesës së rregulluar dhe për këtë arsye avokatët e babait dhe nënës kërkuan lirimin nga akuzat për të dy. Avokatja e burrit, Dora Bizoni, pranoi se ai nuk mundi të përmbajë dhe e lëndoi atë, por kundërshtoi akuzat për abuzim të vazhdueshëm. Sot 17 vjeçaria mbetet në komunitet dhe prindrit e saj kanë filluar psikoterapi. Gjyqtarja Emanuela Dufour ka shtyrë seancën dëgjimore, gjatë së cilës do të lexojë dënimi deri në 17 mars.